autostradën Tiranë-Durrës, që patjetër është rrugë automobilistike më e ngarkuar në Shqipëri. Është bashkimi i 3 fazave, rreth 7 kilometra të kontraktuara në këtë rrugë. Këtu jemi në 3 kilometrat e para që fillojnë nga Casa Italia dhe përfundojnë pastaj në kilometrin e 6 te dalja për Nërinas. Është përfunduar, sot ne kemi të hapur, është shtuar 2 kursi të tjera, patjetër bëjmë një rritje kategorie në kategorinë A, por që ne kemi folur edhe për pjesën e korridoreve të gjelbërta dhe që ndoshta mund ta ulim pak shpejtësi. Ndërkohë është e rëndësishme të theksojmë faktin që këtu është vetëm 2 fazat e para, ndërkohë ne jemi duke punuar dhe kemi të kontraktuar tashmë dhe një fazë të tretë, që fillon nga mbikalimi i Rinasit dhe shkon deri në mbikalimin e Laknasit. Aty ne do kemi dhe demontimin e mbikalimit të Rinasit, në cilën jemi duke për vetëm disa sistemime për disa kabina elektrike. Dhe hapi pak edhe pjesën e rrugës, sepse patjetër mbikalimi i Rinasit krijon një lloj hinke për kufizimin e automjeteve, është e kontraktuar, është për të demontuar, do kalojmë dhe do bëjmë dhe projekti parashikon edhe hyrjet dhe bërjet e rampave të reja në aeroportin e Rinasit. Në përkjadit Skarpalla kryeministër dhe me së shpejti nisim zbatimin e kontrautës për gjendërime, që të dyshoj planë rëndësisht të komplet autostradës. Pasi parashikohet gjendërimi në mes, që do të jetë më shumë. Ndërkohë që vendosore dhe Skarpalla që ju shikoni tashmë në film të përgatitur për dhimësi pa dhe pemë edhe shkolle këmësi shkollën për të vënë një jeshtë një të aksi tashmë është da i gjerë 32 metra. Ja 3%. Dhe duhet bjetë shkruhet një tjetër. Patjetër. Skarpalla tjetër. Bëhet diçka sa Do që ne lejojmë tabeli për të vijë, do jetë pjesë e projektit, do të përkëtësorët në e gjithë. Ndërkohë ne kemi të parashikuar, në fakt e kemi të diskutuar për vitin 2027 vijimin e Tiranë-Durrësit, por ne edhe pas diskutimeve që kemi bërë bashkë, do të afrojmë në 2006 në atë procedurë, në mënyrë që me njëherë të vijojmë mas kilometrit të 7 ku ndërprehemi në fazat e pranishmit kontraktore për të vijuar me kilometrat pasues. Sigurisht kjo është rrugë prioritare sepse bën lidhjen në portin Durrësit me pjesën e Shqipërisë, por bën edhe shfryrjen e sharbullimit nga hyrja nga veriu për në Tiranë, sepse tashmë edhe me rrugën e përfunduar ne lidhemi nga aeroporti i Rinasit dhe me vijimin e saj edhe nga nyja e Kasharit. Patjetër, si shikohet, është në kategorisi, sepse edhe lëndet asfaltike që janë bërë, që teknologjia e re e përdorur, që në fakt është për herë të parë në Shqipëri. Kryeministri e përndryshimin e përkojës dhe polimet në asfaltit, për të rritur aftësinë mbajtëse, pashtu dhe jetë gjatësi, por edhe aftësitë e tij drenose, pa që në rastet të shirash është vetë tapeti që në segmentet të caktuara bën drenimin drejt kanaleve që i shikoni të realizohen në anë të rrugës. Kjo për të shpallur që edhe problemin në raste veshësh. Ndërkohë jemi në fazë punimit dhe në fazën 2, që sot e tha dhe ministri, që përfshin në mirën e Laknasit, mbikalimin e Rinasit dhe zgjerimin e nënkalimet për rrugë. Dhe në ditët në vijim, në mënyrë që sezoni veror ne vetë gjej pak ndërhyrje apo kthim në aksin rrugor, gjatë viteve në vijim do të ndodhë një kufisim me të dy akrava, në përsinë e emergjencës dhe në përsinë e avashta të tretën në rend të energjik, sepse do të krijohet kanali që është në trupin ekzistues të rrugës kryesore. Në rrugën kryesore, por ne vërtetoj devijimin e trafikut në përparëson, pa në plan. Se kjo që sezoni veror merret atë datë pas fillimit në Po me këto procedojmë me këto të tjera dhe e korridorit të Po patjetër, ne kemi Kashar Lekaj, të cilën e kemi në fazë përfundimi të oponencës teknike dhe jemi në fazën përmbyllëse të dokumentacionit në mënyrë që në ana e kontraktorit të fillojnë. Të gjitha rrugët e tjera, tu lidhemi dhe me bypassin e Tiranës, e cila dhe ajo është Milot Baldreni është në fazat përministër është në fazat përmbyllëse të procedurës. Unë mendoj që shumë shpejt, ndoshta për 2-3 javë, do kemi shpalljen e fituesit. I kemi dhënë përparësi, ajo është një rrugë që bën edhe shfryrjen e qyteteve të veriut, kryesisht Shkodrës dhe Lezhës, dhe është procedurë që ne e kemi me shumë prioritet. Mendojmë që jemi në rrugët finale, pra është duke u përmbyllur vlerësimi dhe do kemi një shpallje fituesi, besoj për
maksimumi 2 javë diçka tillë sepse jemi të gjithë në fazën kompjuter. Ajo në sidomos gjatë sezonit veror krijon atë zhbllokimin e gjithë Bregdetit Adriatik, por edhe kryeqendrës së Shkodrës, së Lezhës dhe mendoj se jemi drejt fundit.